LSDM-ja opozitare ka akuzuar sot qeverinë se po e fshen nga opinioni bisedimet që po zhvillon me Britaninë e Madhe për pranimin e migrantëve në vend. Zëdhënësja e partisë Bogdan Gakuzeska tha se sipas informatave që kanë, tema e migrantëve ka qenë në fokusin e takimeve që del. Legacioni qeveritar ka zhvilluar ditën e fundit në Londër. Kuzeska thotë se Britania e Madhe ofron investim strategjik për vendet e rajonit, por se kjo vjen në pako me bisedime dhe oferta për hapjen e kampeve për migrantë. Me që qeveria jonë pothuajse një vit po negocion për lloje të tilla huazh dhe investimesh dhe ka paralajmëruar një kredi prej 7 miliard eurosh nga Britania, Mickoski tashmë nuk mund të fshihet dhe duhet të përgjigjet qartë. Çfarë saktësisht është biseduar në temën e migrantëve dhe kampeve për migrant? A është e vërtetë që me marrëveshjen për Juan ekziston edhe një marrëveshje tjetër për migrantët, të cilën qeveria nuk e ka bërë publike? Pse Mickoski, i cili merret vetëm me PR, ka refuzuar një intervistë të rëndësishme për gazetën The Times. Këtë e ka konfirmuar vetë mediumi. Pse është shmangur nëse nuk ka çfarë të fsheh? Ndërkaq, delegacioni qeveritar nga vendi që mori pjesë në samitin e Ballkanit Perëndimor në Londër, njoftoi se është zhvilluar takim me kryeministrin britanik Keir Starmer. Megjithatë, në njoftim u tha se palët kanë diskutuar për forcimin e bashkimit ekonomik dhe tregtar dhe rolin e rëndësishëm të Mbretërisë së Bashkuar në mbështetjen e Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Po ashtu, kryeministri Christian Mickoski ka zhvilluar edhe një takim 8-8 me kryeministrin britanik. Në takim se duan për thellimin e bashkëpunimit bilateral dhe mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për vendet e rajonit. Synimi kryesor është procesi i Berlinit. Përkatësisht, takimet e nivelit më të lartë që po mbahen gjatë ditës. Procesin e Berlinit organizon personalisht e kryeministri Keir Starmer dhe jemi seriozisht të përkushtuar në realizimin e marrëveshjes mes qeverive. Në kuadër të këtij samiti, Mickoski ka realizuar shumë takime me pjesëmarrësit në këtë samit, të cilët i ka cilësuar si të fryqshme dhe tha se është optimist sa i përket progresit të vendit në rrugën e integrimeve në BE.